Mos pajtimi tyne par excellence ka qenë në bazë, në bazament. Për ndryshe s'do të kishin njoftu njëri me tjetrin. Muavija s'ka qenë. Unë nuk e kam lexu asnjë hadith, edhe njerëzit këtu që po na dëgjojnë edhe që janë të që kanë dije edhe që janë të shqetësojnë veten me fjalë ose ndjekin pasuesit e sunetit selefi, do doshe të më thoshe unë pse kam dëgju, as se kam lexu një hadith që Aisha radiallahu anha ka pas polemika të mëdhaja me Aliun radiallahu anhu. As ke lexu për luftën e devës? Po, në këtë mënyrë siç po na e thuti. Po i motra eme. A nuk i ke lexu vakin e xhemelit, vakin e devës? Mos flasim për polemikat e sahabëve të tjerë, në çështjet e akides, e politikës, e të fesë, bazamenteve, e më shumë tjera. Sahabët kanë pas polemika në akide, tabein kanë pas polemika në akide, tabein kanë pas polemika të mëdha edhe në çështjet kryesore, elementare, themelore të akides. Pra, kush tha na jep një. Yes. Çe? Një na jep. Okej. Shkruaj. Na jep një me referenca tamam. Fix fare. Hajde. Do t'i jap jo një po 10. Një na sill. Shumë mirë. Shpijet që e lezushme, edhe po dënë edhe ma tepër, shumë bukur. Mirë. Ti ki me zgjedh. Apo dënë mos pajtime? S'ka problem, një. Ti ki me zgjedh cilën për tyne? S'ka problem, vetëm një që tjetë në referencat të plota, apo të sakta. Zgjedh të njëna, unë kam i përmend 10 mos pajtimet të mëdha në çështjet e akidës. Qadaja dhe kaderi, krijimi i Kuranit, shikimi me sy i Allahut në dynja dhe ahiret, kuptimi i çka është mizan, kuptimi i ajeteve që lidhen me cilësitë e Allahut, a duhet t'i bëjmë tefwid apo ta'wil, kuptimi i imanit edhe i irgjas, çështja ose polemika ose divergjenca e selefit a lejohet me çu kryengritje ndaj prisit që është fasik, cili pi sahabëve është më i mirë pas profetit. Okej. Mos zgjedh njërin pikë tyne, edhe unë pastaj do ta elaboroj. Okej. Cili pi sahabëve është më i miri edhe cili duhet me kon kalif pas profetit Muhammed, derisa për shkak të kësaj kanë luftu. Cilën po do më zgjedh? Unë po të mësjef atë që përmende pamja Allahut të lartësuar në dynja dhe në ahiret. Bravo. Pamja Allahut të lartësuar në dynja dhe ahiret. Shumë mirë. Po. Ndikimi i Allahut në ahiret. Disa prej selefit. Jo, më përpara të na thush në dynja, se përmenden dynja dhe në ahiret. E përmende, apo jo? Ose më kështu thej. Po pra, dynja dhe në ahiret. Atëherë të fillojmë nga dynjaja, pastaj në ahiret. A kupton? Për shembull, dynja, disa prej selefit ka thënë Allahu nuk shikohet në dynja, shikohet vetëm në ahiret. Ahmed ibn Hanbeli pretendon që e ka pa Allahu 100 herë në anër në dynja. Kush? Ahmed ibn Hanbeli? Yes. Po ku transmetohet kjo? Librat kryesore të Hanbelive. Shkruaje pyet hoxhallar. Nëse s'besa mu, shko pyet Ahmed Kalla, s'ka problem. Ahmed Kalla, jo s'kam lidhur me Ahmed Kalla unë. Mirë mo, me çati hoxha që ti beson edhe që ti e ke referencë. Okej, dakor. Merë lapsin. Merë lapsin. Jam kam telefonin. Po, më thush edhe një herë? Ta thonë. A më lejon ta sqaroj divergjencën deri në fund, pa më ndërprej. Okej, unë jam, ti sqaroja, ama unë du me këtë ma thuj dhe një herë.
Edhe një herë, prej të pak. Po. Disa prej selefit, sa i përket shikimit të Allahut në dynja, kanë pretenduar që Allahu në këtë dynja nuk shikohet. Po, e vërtet është. Tani jam kurioze në këtë dytën që thaj. Ndërsa disa prej selefit përfshi dhe Ahmed ibn Hanbelin kanë pretenduar që Allahu shikohet edhe në këtë dynja dhe pretendon Ahmed ibn Hanbeli që e ka pa Allahun në amer në këtë dynja. Ku është e transmetuar me kjo, unë du di. Në librat am të mëdhëbit Hanbeli me senet deri te Ahmed ibn Hanbeli. Shkruaje edhe nëse nuk e gjen ti edhe nuk ka gjen hoxha jot, hajde te unë edhe kam ta gjet me referenca me libra. Okej? E dyta. Okej. Sa i përket shikimit të Allahut në ahiret. Ja divergjenca e selefit në këtë çështje. Aisha. Shkruaj Aisha. Mujahidi. Abu Salih Sam'ani. Imam Bishr ibn Sirri. Bishr ibn Sirri. Ebu Hanifja në një transmetim. Kerhi, edhe ky ka qenë selef, Kerhi. Të gjithë Mu'tazilet, edhe Mu'tazilet kanë qenë çat gjenerat. Zeidit, Ibadit, Esharit, Maturidit, Shiat, Gjaferi. Të gjithë njerëzani e kanë mohu shikimin e Allahut në ahiret. Të gjithë këta janë kanë sahabe, tabein edhe tabi tabein, të cilët e kanë mohuar shikimin e Allahut në ahiret. Mujahidi. Nxënësi ibn Abbasit. Me senet sahih nga tefsiri i Taberiut. Thot kush pretendon që Allahu shikohet në ahiret, ai është gënjeshtar. Sepse Allahu nuk e arrin shikimet dhe ai arrin shikimet. Argumenton në ajetin kuranor la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Mujahidi, tabein, e mohon shikimin e Allahut në ahiret. Selefi. Dhe në qoftë se mohusi i shikimit të Allahut në ahiret që nga bidatxhi, atëherë Mujahidi është bidatxhi. Selefi pra pas ka pas edhe bidatxhi. Jo, neve për këtë kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është shumë i qartë. Ju do ta shihni Allahun sikurse e shihni hanën. A keni vërtetësi kur hëna është e plotë shikoni atë? Ka thënë ashtu do ta shihni një fytyrën e Allah lartësuar në. Pra, për këtë jemi shumë të qartë. A kupton? Veç më shumë. Unë po them pejgamberi, ti po thu. Je kam ndërprer, nuk jetëm lënë me saru deri në fund të tash, me lejo ta sharoj deri në fund, pastaj ti ki me fol sa dush, do ne kam me dëgju deri në fund, okay? A mo merre lapsin, shënoj çito informacione, mos u pajto me mu. Thjesht apo don informacione shtesë unë t'jap. A mo lutem dëgjojmë deri në fund. Mos ndërprej derisa ta përfundoj, është çështja pak delikate. Veri me kujdes. Sa për Aishën, kthehemi te Aisha me hadithe të sakta, ha. Transmeton Buhariu dhe Muslimi se Aisha ka thënë: kush ju thot juve, pi sahabe dhe tabeinve, që Muhamedi alayhis salam e ka pa Allahun me sy, ka gënjy. Sepse ka pas në kohën e profetit Muhammed. Të vërtetën e ka thënë. Sepse ka pas në kohën e profetit Muhammed dhe me pas në kohën e Aishës persona, sahabe dhe tabein që kanë menduar që Allahun profeti Muhammed e ka pa me sy. Aisha po thot, kushdo që ju thot juve që Muhamedi e ka pa Allahun me sy, ai është gënjeshtar. Pra të gjithë ata selef që kanë jetuar në kohën e Aishës e që kanë menduar që Allahu është shikuar me sy nga ana e profetit Muhammed, ata janë gënjeshtar sipas Aishës. Mos ndërprej. Aisha po thot në Buhari dhe Muslim e ke hadithin, kështu thot, tekstualisht ha, po citoj. Kush thot se Muhamedi alayhis salam e ka pa Allahun ka gënjy dhe është argumentuar me ajetin e Kur'anit, shikimet nuk e arrin atë, la tudrikuhu al-absar. Edhe është argumentuar me ajetin e Kur'anit në surën Shura, ajeti 51, nuk ka asnjë njeri që t'i ketë fol Allahun ryshe, vetëm se me anë të frymëzimit, ose pas ndonjë perdje, ose t'i dërgoj të dërguar melek. E ai t'i shpall me lejen e ti atë që do ai. Vërtet, ai është me i larti me i urti.
Thash, ata që e kanë specifiku fjalën e saj, kanë thonë që ajo ka synu shikimin në dynja dhe në ahiret. Pra, Aisha këtu në këtë rast, kjo është një argument shumë i fuqishëm, i mëdhëbeve që unë i përmena, që kanë thonë Aisha kur është argumentu me këtu ajete, e ka mohuar që Allahu shikohet me sy edhe në këtë dynja dhe në ahiret. Sepse po thotë kushdo që ju thotë që profeti e ka pa Allahun me sy, ai është gënjeshtar, sepse Allahu nuk shikohet me sy dhe ka argumentuar me ajetin kuranor, shikimet nuk e arrin atë. Ky hadith gjendet Buhari Muslim. Me këtë hadith kanë argumentuar Mu'tazil, thojnë që Aisha ka mohuar që Zoti shihet me sy. Mujahidi e ke transmetimin në Fathul Bari, e ke edhe në tafsirin e Taberiut, Ikreme, Mujahidi edhe Ikreme, dy nxënësat e Ibn Abbasit. Ebu Salih Sam'ani, që ka qenë tabein, nxënësi i Ebu Hurajrës, e cek edhe këto Taberiu. Me transmetimet të sakta për këtyne tre selefëve, që kanë thonë, kush ju thot që Zoti shihet në dynja dhe ahiret, ai është gënjeshtar, se Zoti nuk shikohet me sy, po shikohet me zemër, edhe besohet me shpirt, nuk shihet me qepalla. Këtë transmetim e përmend Ibn Hajeri në Fathul Bari, dhe pohon që disa prej selefëve e kanë mohuar që Zoti shihet në ahiret. Bishr ibn Sirri ka qenë tabi tabein, është prej transmetuesve